ndershëm, Zoti Nikola Naço. Si kundër u qesh zotuar në takimin që patëm, arritëm që kësaj vjeshte me përpjekje e mundime të pareshtura, të hapim në Kolonjë dhe në Vakëfet edhe 6 shkolla shqipe të tjera. Këto si xixëllonjet e para me dritën e tyre lajmërojnë afrimin e një moti të ri. Tani, që gjethi flet njomi diturisë qeli, s'do ta lëm më të venitet këtë pemë. Me qape të rimi do të varapojmë aty ku na thërret nderi dhe detyra. Dhe nga kjo udhë nuk do të na prapsojnë as mungesat, as pengesat, as dhe shkreptimat e rrëfes si kur të vinë dhe nga hyj i vetë. U falem me besë e nder, miku juaj, Petro Luarasi. Age, urdhër bej. Merë kuajtë dhe shkote sopot në Albanit të mbathësh, se nesër do dalim për gjatë. Si urdhëron? Herë në fundin në bëri canazë, do parat. Do mi thuash ati ka urit dhe derit, të mos më bëj fjallë, se e marrë dhe Evanet Qengel për gjuhe. Si urdhëron? Shtu t'i thuash? Si urdhëron bej? Gjohe! Page. Cili është ai kalorës që ecën aq serbes? Nuk e njoh. Se kam parë ndonjëherë. Bjeri pas ku do të vej. Te zoti Dhaskal. Ai po na bëhet dere parë në këto anë. Vinë, shkojnë, spyesin me pro gjak. Do ta kafshosh gjuhën ti, apo do ta shkurtoj unë? Qëro ati ku thash. A është aty, zoti Petra? Edhe si kur të mos jetë, është shtëpia e tij. Miserde. Mirë sa ju gjeta. Kur vjen një mik i zemrës, edhe shtëpia ndrit. Ja mirë se më ardhe. A u lodhe? Pak. Gjitu lartë të shlodhesh pa me kalin merret lina. Prita, mësus. Prit.
Abetare, më ke bërë një dhuratë fort të çmuar. Ja të përqafoj edhe një herë. Jo mua, jo. Shoqërinë e shkronjave të Stambollit. Ti sjellish deri këtu nuk është aq e lehtë. E di se ç'rrezik rreziqe ke kaluar. Po është të thamë me rrezik ti shpërndash dhe ti përdorësh ato. Ke shumë të fala nga të gjithë. Veçanërisht nga Naimi e Samibeu. Këto ti ke nga shoqëria e Bukureshtit. Të gjithëve ju pëlqevi kur morën vesh se e kthyer në mësues shëtitës. Po natën atë tjetër shkronjë do t'i përhap. Lina! Ve në fund sepetit. Sa më ke gëzuar me libra dhe lajme që mësove. Po shtriku, rrimi. I sollën libra të tjerë. Prap libra. Nga ato do të haj kokën. Shpirkoj tani. Peqe. Hiqeni! Hiqja atë kalën ndesat mbasin kuajt e beut. Do ta ish nga kanxha apo të vi vet? Sopoti ka duart e zënë, ti po desh e zgjidhe vet. E zgjidher po si? E zgjidh, po të mbeten duart atje. Pas kemi mik të largët. E pa atëherë ndryshon puna. Jo se ky është për udhë, pa ne këtu jemi. Vazhdo se po, vazhdo. Ka qenë ndonjëherë në mullia i beut? Jo këtu mik. Je kush je, mua s'më duhet, për atë beun tim, mos e zë në gojë se të ha buba. I thon ndaj lambeja ti. Edhe mua më thon ajo zgjikan do ta dish. Pa. Zjarri, tëri, zjarri. Për ke fjalën. Për kalim. Qener. Ndiqeni, morsën e iku. Na iku o bej. I humbi gjurmë. Kuakër. Të humbur. Ashtë të pritë u këtinit masilli. Hajde, hipni. Base bie në gjatë tjetër o bej. Dio zagaret dhe nisu. Na. Na, Liska. Na. Aty qëndro, sa të kalojnë qend. Qenë kanë rrugën e tyre, unë kam tjetër. Ja tjetër të erambe. Ku kështu, zoti Petro? Për mbeshan, stakre, rehov. Si që duket në një shak i fort, pas ka ngritur të marrësh këto rrugë. Më mori malli për mi dhe thash ti shoh një herë. Do rish gjatë ande? Sa të mbaj. Ke zënë sa miq të ri tani. Pa miqe shoka s'hasmi mas qoftë. Shqeja i kalorës që të erdi dje. Një utari rastit, e solli rruga. Nuk do kishim bërë kejtë masidin dhe mua për vizit. S'ma mori mendje se do të gëzon të vizita e ti o bej. Ash një lebur të madh, po bishin e kish sa i ati. Duhet të kishe parë nga bishti, po nga koka. Ake! Urdhër bej.
Dhe zi se qysh e tek nuk dua ta di. Do hysh në shtëpi të Petrës dhe do më shtiesh në dorë një libër shqip. Vetëm? Vetëm me shok të punë zgjidhe ti. Hajde. Hajde. O, Balil! Po është djallë për natyre, apo i ke vën syrin djelit? Shpirore pak ti në kulos, se e ngorde s'kërka dhe ngorde. Ja, Gjaluk, sa ti ki vesa? Po që vesore vajti djelit dy osten. Ika, ika! Tani do shkruani 2 fjalë me gërmën B. Nga dalë. Pa ngutur. Mirë. Nga dalë mos ngutur. Bashkim. Buk. Mirë. Tani, kush do të më thot nga ju kuptimin e copës dhe është Flori? Qa manet u la plaku djemve? A kishte fshehur vërtet në një qyp me Flori në arë? Dhe përse u mërzitën djemt në fillim? Sepse nuk ishte fshehur gjë. Mirë. Po më vonë, pse u gëzuan? Se morën prodhim të mbar. Atjere që kuptojmë nga kjo copë? Kush vlen më shumë se Floriri? Puna dhe djersa e njerëzve. Vete shkrove? Po, Me kë ke mësuar? vetë, ja duke dëgjuar juve të dritarja, sa herë që vini të bënit mësim. Të lonë, Balil. Se s'ka ardhur brenda? S'më lëndhënd. Merë. Me këte do ta kesh më le. Grazie. Që bërë të në mbej? Kemi një javë që s'kemi parë. Në mbeti edhe 400 letrave me 3 këmpë. Kemi edhe punë të tjera të gjarë. Aha, të dëgjojmë. Ta kreva porosin. Ha? Shtjeva ndorë një nga do libra që i vinë mësusit të Shqipës. Kjo na duhet. Libra të tila më cinë ngrisin nervat mua. Po na bëndëm të madha i kopuk nga skallë. Shkolla të Greqishte po mbyllën njëra mbas tjetrës. Më rroftë mua që jam kryetari tyre. Po pse shkolla turke, jo? Po vazhdoj kështu si ty, si mua. Hapsat e kafshës do na mbeten në dorë. Le rrok që do të marrë më. Me qësy e faqi do t'i dalë përpara dhe spotit. Tani ra në qark. Sa shpëton do të më. Tale mbej. E ke që ke në dorë. Shpere kaj me kërët. Le të mere qeveria me të. Dhe i përje. Qofsh mirë. Arç. Kam zënë një derë të majmë, doktor. Ti se amishin e derit. Ma shit mua. Do t'ja rjep lëkurën mirë. Për paraz do t'ja di dhe s'kali Shqipes. Unë do t'i kisha vën hekurat dhe do t'a syrjunosja sa më lartë. Ore, doktor, po ti pse pas ke kaq mëri, shtë ka bërë? Mua? Asgjë. Veç se më zhdukur njëri nga trestar. As ju ka urë se dashja njëri tjetër. Që parashikon ligji për këtë faj? Ligji i parashikon të gjitha, po një drega ana ime e parashikon. Po të mos isha i dinak, do të doja më shumë. E pjek, e po kjo i dha fund. Ke zarë, s'kam shbej. Edhe luan si mjeshtër. Gjykatësit din t'i luajnë zarët. A bëjmë i loj bashkë. Ulu.
Portat? Portat. Shesh. Gjarë. Dyse. Pengji 2. Bete hapur. Një shesh gjarë. Në kokë i bjetë, vrava. Po në vret vërtet. Jam i nipi Shahim Beut. Më ka thënë ca porosi. Urdhëro, po të dëgjoj. Je në punë si Turqis, po mos haro se je shqiptar. Rrogën t'japin ata. Gjakun të kemi thënë ne. Ne e dënosh Petro Luarrasin që lufton për lirinë e Shqipërisë, mos i dil përpara Shahim Kolonjës. Mos shkelmë në fshatin tënde, mos i ndrom më këtu së gjykatës. E dënon ligji jo unë. Ligji ndorën tu e shlastik, mër. Këto ke nga Shahim Beu. Tani dëgjoj dhe një fjalë nga unë. Ty s'të bëhet vonë për drejtësi. Ti nga çdo gjyq shikon se ç'mund të vjelësh. Prej mësuesit mos prit gjë. Mund të dënosh pa pingat ke për t'i marrë. Në do para, binjer janës tjetër. E pranoni që kjo është abetaria juaj? Po. Si u randor? Ma dërgoj një mik nga Bukureshti. Po kush u asolli? Një udhëtar nga Berati, as Skarapari. E mbani mend emrin e tij? Jo, as emrin, as fytyrën. E dini që këto libra janë ndaluara me ligj? Edhe ju zoti gjykatës dua ta merrni parasysh se unë jam mësues. Dhe më intereson çdo libër shkollor në çdo gjuhë që të më vi. Aq më tepër që qenë gjuhën tonë. Aq më gëzoj kur më dhan, sikur më fal një çiflik. Çfarë çifliku? Botën tërë. Doja t'u tregoja njerëzve more, gjithë shqiptarëve se shkruhet edhe gjuha jonë. U treguat? E prapët? Nuk arritëm. Më humbi nuk e di se ku dhe s'kam lënë vend pa e kërkuar. Mos dredhoj pandeur. Kjo që në shtëpinë tënde. Atëherë si u gjet në tryezën tuaj? Dëshmitarët. Pake Gjani e dhosi dhoska. Ku e gjetët librin? Në shpinë e këti. Në gjvënd. Në fund se petës. Keni ndonjë pyetje për dëshmitarët? Përse hyt në shtëpinë time? Se na desh qefi. Kush ju urdhëroi? S'të duhet gjë ty. Zoti gjykatës. Këta dy persona duke hyrë pa leje në shtëpinë time më kanë dhënuar banesën. Kanë vjedhur librin siç e pohuan edhe vet, po tok me të ka qenë dhe unaza e gruasime. I lutem gjyqit të më kthej librin se më nevojitet për zanatin që kam. Si dhe unazën e gruas ose kundër vleftën e saj. Në ka dëshirë gjyqi që këta t'i dënojë si hajdut, unë nuk kam kundërshtim. Ç'keni të thoni për këtë akuzë? Me rizane Allahut dhe me iradej sa njën e padishaut si ka di këti vëndi vendos të dënoj Petro Luarasin me konfiskimin e abetares. Pake Gjani dhe dhosi dhoska detyrohen t'i kthejnë unazën e çmuar ose kundër vleftën e saj prej 80 lira shturke. Si edhe shpenzimet e gjyqit. Ersek 8 maj 1887. Vërtet i vodhën gjevajirët e nusës ata i dut? E ku i gjeti nusja ime gjevajirët? Pata të dy ashtu e meriton. Parol sa më varë. Që? Edhe dy tjera. Pas. Edhe unë pas. 5 të bërë. 3 relans. Rest. Vista. 3 as. Punërua.
bëjmë në i dorë djetë. S'potecën, Adej, s'potecën. Ka filluar e të del nga të gjitha anët. Edhe gjyqit kushtoj shtrenjtë. Me ta djelën bonus i kanë frikë nga hija e tyre. Kur foten ai dotët në mes, mos më prit mbarësi. Është kopë. Nuk kishin marrë, mu betuan. Mos u beso, edhe ty të gënjejnë. Kjo mesele nuk do të mbyllet me kaq. Këtu do t'jemi. Hajde ta mbash daskalin tani. Kja shkoj. U besi u bë. Po në hapë edhe avazet të tjera. Dashka të shtirën dorë edhe kishën. Që thua kështu ti? Ka filluar të predikoj shqip edhe atje. E sigurt? Si buka qamë. Atëre kjo punë duhet gjithur ndryshe. Duhet vajtur sa më parë në kostur. Për të marrë apo për të dhënë? Po, për të lartë sa e sate. Kam sa punë tregti atje. Do të luajmë apo jo? Luajmë. Lako maq, ti e ke radhën. Irsi, hymë në kufit kolonjës. Ku dëshironi ta bëni vizitën e parë? Në Luaras. Pake, shkoj një. Primat e mi do t'i keni pas skandojit të vini. Me lijen të unë. Po vjen dhe spoti! Po vjen dhe spoti! Dilni të prisni! Urat, si të duk mesha të djelën që kalorin? A që e mirë, sa s'kamë. Njerëzit banin vesh, dëgjonin, kam ka që vjetë që meshoj, po qëtësi të tilë s'kam parë ndo njerë. E shikon pra sa mirë bëm që e këthym në gjuhën tonë? E drejt. Po për dere sa në shtëpi flasim shqip. Për dere sa kemi gjuhën tonë, shkronjat tonë. Përse të falim i greqish në kish? Po mirë, di Perëndia Shqip? Dio, si s'di, Perëndia di çdo gjuhë. E drejt. Bile edhe Krishti nuk ka ditur greqisht. E thonë librat e shenjta këtë? Po. Po si i fale Perëndisë? Në gjuhë ti, qifuqe. Po si kur ta kthem dhe unë gjillin në Shqip, që të keqe bëjmë? Asnjë të keqe, asnjë. Unë kam përkthyer disa pjesë. Dhe spoti! Po vjen dhe spoti! Luaj Commodore Prince e zori këtu! Ika! Do më falës, bisedojmë më vonë. Mirë. Mirë se na urdhrua ti rësi. Na urdhroni nga shtëpia i rësi. Spoti është nga unë, sonte. I e për i këti fshatit, mos gabohem. Me jerin tuaj. E shot pizmosur dhe spotin këtë vit. Me ato që kanë gjarë, se që kanë gjarë. Apo që nga më ka të flasim dhe të shkruajmë në gjuhën tonë. Me këtë dhe spot nuk matet do të Petro. Kyti e pujnë bisht lugës. Petro e ka të drejtin me vete. Në shtëpinë e mëkatarëve unë nuk hy. Qofshin dhe shërbenjës të fesë. Jo, i rësi. Jo. I le në dorë Petro Luarasit shkollën e kishës. Po se bënja do të atë punë. Unë 3 klasë fillore kam. Da i e ktheu Shqip. E ktheu.
Nuk e shikon mëkatin ku keren? Jo. Mësojnë gjuhën e nënës. E kanë me letë, venë me dëshirë, unë ati kam dërguar edhe djalen. Mato Theos. Në kishën tu është në Shqip edhe një pjesë e meshës së shenjtë. E vërtetë është edhe kjo? E vërtetë. As këtu nuk e shikon mëkatin? Atë gjuhë marrin vesh këtu. Pastaj dëgjonin me qetësi. Prifta dreqje ti! To, sal satana. Kjo është shkelje kanunore e pa dëgjuar. Si guzohet të përdosish tempullin e Krishtit me gjuhë të paqen? Greqishtja. Kjo është gjuhë e Perëndis. E drejt. E drejt. 40 me tani, do bësh tani atje në fund të dhomës. Për mëkatet që nëzore nga goja këtu. Do t'i bëj. Do t'i bëj. Për të tjerat, do të përgjigjesh më vonë. Afro dele Perëndis, afro. Si të quajnë? Sofi. Ke qenë në kostur ti, Sofi? Jo. Do t'i them babait të të marrë me vete kur të vi, që t'i lutë shëmërisë të të plotsoj çdo dëshirë. Djalli që ka hyrë këtu do përzën. E lajmëruat petrolorasin? Po, Irsi, ju pret poshtë. Shkopin. Diq do në të thuash. Po thuaj e i bekuar. Afrimi juaj me beun. Të krishterëve ju bje kejnë si kjo gjë. Për shpërisin. Në rrethultimet e mia të përvitshme kam nevojë për një mbrojtje të sigurt. Kush më mirë sa i mund ta bëj këtë? Na shtyp, na mundon. Dhe tani me ardhjen tuaj, na ka shtuar dhe një taks të re. Sigurojeni edhe ju mbrojtjen e tij. Që t'jeni të qetë. Kur e don qeveria, ka për detyrë ta doj edhe kisha. Të ligat na vinë nga tjetra. Pra, ju qenkeni Petro Luarasi. Besoj se kemi udhën bashkë për në tempullin e Zotit. Po vendet nuk i kemi një lloj. Nga mvona zëri kombon ndrysh. Të dy jemi barinjë të grigjës me krap në dorë. Ka diçka të përbashkët në mes detyrave tonë. Varet si e përdor krapën, Irsi. Kam dëgjuar për kosh për emrin tuaj. Për mirë apo për keq? Para arsit e mi, Qirilli dhe Grigori, janë ankuar vazhdimisht, duke ju përshkruar si demon. Kurse unë po shoh se qenki njeri me humor. Njerëzit e zgjuar gjithnjë arrin të merren vesh në mes të tyre. Nëse udhëhiqen nga logjika dhe e vërteta. Dorëheqja juaj si mësuesi greqishtës më ka habitur. Nuk ju pëlqeu rroga apo profesioni? Jo rroga që e mirë dhe profesioni ca më i mirë. Tjetër gjë më shtyri ta bëj atë hap. Më duke prapësi të mësoja fëmijëve një gjuhë huaj, pa u mësuar së pari gjuhën e nënës. Kjo ju detyroj që të hapni shkolla e të përhapni libra në një gjuhë të paqen. Irësi i nati u aturbullon gjykimin. Bini në kundërshtim me veten kur e quani të paqen dhe nga ana tjetër pohoni se flitet të shkruat. Doni s'doni, veshët tuaja e dëgjojnë të 4 vilajetet. Desha të them, nuk është gjuhë kulture. Nuk kanë më tepër kulturë ata që na përndjekin dhe mbyllin shkollat tona. Dëgjomën e mirë këtu. Keni gabuar rënd, keni shkelur liturgjinë e shenjtë, duke me shuar e predikuar, jo në gjuhë të Perëndisë,
Pse jërsi? Çdo popull ka të drejtë të falet në gjuhën e vet. Do me thënë ju e paski bërë me bindje, e me qëllim djallëzor, që t'i largoni ortodoksit nga kisha e jonë, të hapni kisha të reja, e të ndani më dysh grigjen tonë. Kështu? Ortodoksit shqiptarë nuk kanë asnjë punë me kishën greke. Ju po i shërbeni djallit. Djallit në emrin të Krishtit po i shërbeni ju, që kurse me zell të patreguar pa e përdorni fen për qëllime të ndyra politike. Proselit, heretik, do t'ju shkysëroj. Me qëllim të vdjerë besën tonë ortodokse, të trondit themelet e kishës sonë, mbrojtur me gjakun e martirëve dhe të apostujve prej 1892 vjetësh, për hap e propagandon libra të cilat prej vitesh i zhvetën toj dhe i dogji ama jonë kisha e madhe Krishtit, patriarkia, cili do nga të krishterët që do të pranoj libra nga i mallkuari, qoftë i zvetënuar prej Perëndisë së plot fuqishëm. Ky rjeshlënës dhe tradhtori fesë çkishërohet me gjithë fëmijë. Nuk keni të drejtë ta qasni në kishë, as atë, as familjen, as të bënin në një shërbim fetar, deri sa të pendohet dhe të kthehet nga udha e keqe që pason. Petro, vërtet nuk beson në Perënditi? Në atë Perëndi që beson edhe spoti jo. Asaj nuk i falem. Ç'ke kjo me nxyrë që na rambi kryo, Petro? E shkret Alin. Ajo më dhimbse. Dhe atë shkoshin. Pa mua mallkimi aty horis më zjas o pingat. Zori gjumi, api o mirë. Ç'të pi? Miku që më presi me thik. Do të cilë unë sa që më shlope. Hajtë, ngreon t'i sjellë. Nuk më bëjnë duart me tjetë Poli. Po ç'faj ka fëmijët? Do t'a lesh të vdesat një mishte. Burat e prishën, ata le ta ndreqin. Jemi gra, kemi shtëpi mbi krye, kemi fëmijë për të rritur. Nuk u ersua dielli që. Do t'i kërkoj ndjes se çdo gjë do të mbyllet. Ndjes aty? Kur në kurës. Sa të shoqe iku gjiri, mendon ti për ta apo jo? E ke pjellën tënde. Lina, kemi kaq kohë që jetojmë bashkë dhe të kam shkaktuar më shumë hidhërime se sa gëzime. Në ndje vetën të detyruar për para ndonjë njeriu, kjo je ti. Më e ndodhur pranë jo vetëm si grua, po edhe si shok. Më vinte mirë kur shikoja në krah. Por nuk harroj se jam edhe baba. Për hatrin tënde të fëmijëve jam gati të bëj gjithçka që thuash ti. Petro, s'të kam parë kur të lëshoj zemra. As tani s'më ka lëshuar.
Atyre mua do të më kesh gjithmonë krah, siç më ke paratur. Këtë prisja prej te. Te Topoli, si ja bëjnë ato nëna që nuk kanë gji? Me të keq o birë, me lapa, me oris të blojtur. Kështu do bëjmë dhe ne. E Shelina, nuk jemi pa miq. Po jo këtu në vatër, Petro. Miqt pritin odën e mirë. Urdhroni. 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 E për qau, fshati. Po e për qau. Por synimet e tia shkojnë akoma më larg. Më që këshiroj që më veqoj si të nëmëra të mallkuar. Që të mos punoj si që kam punuar. Që njerëzit më largohen si kur të kemë kramën. Por kramë për fanarin dhe për despotin janë shkronjat dhe shkollat shtime. Në mahojnë gjuhën. Për qëllimin e fshetë kanë gjetk. Të në mahojnë kombin. Nuk duan të ngrejnë kokë. Në ndeqin fjetur tani do të paguajmë shumë shtret më vonë. Atëherë ç'do të bëjmë? Do t'i përgjigjëm publikisht me një pamflet. Do t'na mallkojnë. Do t'na shajnë. Do t'na pengojnë. Do të përpiqen të na rrezojnë. Por edhe 99 herë të rrezohemi, përsëri duhet të ngrihemi. Savonova. Jep Savonova. Urdhroni zoti kemi ka. Çfarë është këtë? Libri Petro Luarasit. Mallkimi i shkronjave shqipe dhe mbrojtja e shqiptarit. Lexoni paragrafin e parë. Le të mos frikësohemi para llomotitjeve dhe parallave të atyre që nuk e dashurojnë, por e urrejnë mbrojtësinë e njerëzimit. Dhe në maskë shenjtarësh dhe mendimtarësh duan të në gabojnë. Dhe le të dimë se ai që është frikacak kundrejt të drejtës, bëhet tradhtori më mëdheut dhe i vetes së tij. Si ju duket? Doli hapur. Zoti ka me kam. Çdo më thënë ai që është frikacak ndaj së vërtetës, bëhet tradhtor ndaj më mëdheut dhe i vetes tij. Kjo është thirrje që i bëhet popullit për të ngritur më këmbë. E pra, ju ishit sigurt se despoti do ta gozhdonte. Se ç'kishërimi do të rrezonte. Ç'kishërimi e bëri punën e vet. E përqau fshati. Një copë herë. Tani e duan dhe e nderojnë më shumë se më parë. Të isha unë në vend të Kajmekamit, nuk do t'i mbaja duart mbrapa. Por do jep një urdhë të jetin ekurat, se i po atakon direkt Baba Dovletin. Kajmekami e di vetë si të bëj. I që ndisin pas ma ta, ja nis guvernatorit manastirit dhe punët e cim vetë pastaj. A ulemi? Ull. Aj. Urdhroni. Kemi urdhër të bastis. Librat nxjerrin jashtë se do t'i konfiskojmë. Si unë danë takseratet zhjur, Petro. Piske ka këtë radhë. Kush e di nga e Sirgjinosi thuj. Petro! Petro! Po të bastisin shtëpinë. Në Korç kanë arrestuar Orhan Pojanin, Thoma Kriston dhe Nuçinaqin. Ndoshta është më mirë të mos vesh në shtëpi. Atë që kanë për të bërë, do ta bëjnë. Dëgjoj Guri. Nëse më arrestojnë dhe mua, do të lajmërosh shoqërinë e shkronjave në Korçë. Do përpiqu të takohesh me Ajaz Gjikën.
Ka ndodhur? Po I pastisin shtëpinë. Tu më ke sa shtëpi edhe krahun tjetër. Lera aty. Do të vish me ne në Ersek te Kajmekami. Kaluar apo në kam? Be ju hazre mas në Ktheu. Më ke thënë se do t'jesh e fortë. A shiko që roje kam unë. Kur s'kam patur një shpur të tillë. Tu desha jo Shqipe, mori shkret. Të kësha thënë ka qerë. Edhe ti Shqip po e qorton gjatë cifi. E more zoti Petro, erdhe? Më sollën ka me kam e fendi. S'kisha asnjë dëshirë që të vinja. Mbetëm tërë ato punë. Do t'i shohim ato punët e tua. E para, keni mbajtur shkolla hapur pa lej. E dyta, keni ushtruar zanatin e mësonjësit pa dijenin e qeverisë. Ju e keni parë diplomën time. Diplomën e keni për mësues të një gjuhë tjetër. E treta, mbani lidhje me firare kaçak. Unë I njoh për njerëz të ndershëm. Nuk ju pyeta si I njihni ju. E katërta dhe më rëndësishmja, po përpiqeni të ngrini popullin kundër qeverisë. Nuk e di ti e marr me të tilla punë. O ka përgëdhelur shumë pa dishau. Ndaj keni zënë të hidhni Vickla. Kom vete, autonomi. Akoma ushqeni ëndra të tilla? E provuat një herë përpara 20 ca vjetësh. Nuk u ngop. Nuk na dhat veç se kërbaçe plomba. Edhe tani nuk do të kursejmë. Jo ty, fa gjithë Arnautlekun perandoria e ka si një plesht që mund të shtyp kur të doj. Qeveria duron, mbyll njërin sy, ze edhe njërin vesh, por ama kur e tepëron zullumin të jetë hekurat e të zinxhirët. Deri më sot e dija vetën si mësues. Jo më ngritet shumë lart. S'më mbetet veç se ta meritoj këtë nder. Fole hapur, po fole keq. Merreni. E mone, zoti Petro, çdo na sjellësh aty kur veti kur të kthesh. Vafsha atje ku ngordhin qend nga vapa do të sjell një lëkurë sish që ta bësh pinish. Vafshe mos arsh. Ardha e mos të gjeçë. Që më shojnë sytë kështu? Petro? Mikun tim të lidhur në hekura? Po pse? Cili që e shkaku? Zoti Kajmekan, do I keq kuptim sigurisht. Tregtar, ke lënë derën e dyqanit hapur. Shiko se mos të hyj njëri. Ka njëri të drejtë të ndershëm këtu, është Petre. Në doni bëjmë unë garant. S'ka pun as miku as qefili. Urdhri për arrestimin e tij ka ardhur nga vilajeti. Mos u bëj hiç merak, edhe ne do të ndihmojmë që këtej. Do të sjarrësh shpejt. A ke nevojë për të holla?
Shqiptar jo, mik. Nga të kemi. Të pyeta nga të kemi. Nuk duhet të flas me ty. Kështu të kanë porositur? Po si do ta heqim tërë këtë rrugë? Mua duart më kanë lidhur, gjuhën akoma jo. Nuk je shqiptar ti, jo. Shqiptar jam. Bile brenda nga Frashëri. Të ishe nga Frashëri, nuk rrije këtu në Araba me dy fekun me shalbe, po ishe atje ku janë shokët e tu. Këtu e kanë detyrën. Cilën detyrën? Ate që të kanë dhënë apo ate që duhet ta gjeje vetë? Shta pas kam bërë paqë me këtë gjuhë që më paskë. Hakën. Mirë ma kanë bërë. Dhe mirë na e bëjmë. Duart më dhamin nga hekurat, por zemër nga gëzimi që ndjen ti. Sa vjet keni zonë? 12. Edhe ty paqta pas kanë bërë. Vjetë shërbim dhe shpërblimi. Në mos I lënë shkockët në Jemen ata robulluz do të kthehesh në fshat cope, trok. Në që të pret atje? Shtëpia rrëzuar, gruaja ronitur, fëmijët e rrugëve, pa shkollë, pa zanat. Atëherë që të mbetet të bësh? Të marrësh dy fekun e Nizam Lëku të dalish për hajdutëri? Ose të vesh laro pas në ndonjë beo të vrasësh të vëlla në ndonjë posi? Dhe më thua që je nga Frashëri. Andeja mërti. Nga Frashëri janë ata që u bën copë për të vend. Abdyli, Naimi, Samiu. Po më ka flas da unë, ku I njeh ti ata? I njoh. E në një ti e pra se nuk u afrosh as tek maja, thojt. Gojnë e ketë lirë. Jo, nuk e heq. Shiko se mos e pi dhe nuk e do nga unë. Nuk e kam pirë kur. Ku jemi? E lam Korçën pas, po e ngjitemi qafës Goricës. Në mos u kthefsha do të lej një amanet. Mua? Do me thënë beson. Shqiptari edhe ti. Dëgjoj mik. Ne jemi të dobët që na kanë përqarë. Por po të bashkohemi, bëhemi më të fortët e dynjas. Hajdutët. Nuk kemi hajdut. As suba. Na ka dërguar qeveritari Krajinës, Valiu I Manastirit. Ata që keni karot zbreteni. Kemi sjellë urdhër për lirimin e tij. A do ta shikosh? Allah, s'merret vesh kjo punë. Gjeroje. Po kjo ç'je? Duhet të shpëtonim patjetër. Ky ishte urdhri I komitetit. Lereni! Me dualas kam si kthej. Do të hyni fsheurazin Korç në hotel manastir. Aty ju pret Themistokli Gërmenjë dhe Mjer Grameno. Pase do të duhet mërgoni për ca kohë. Si t'jetë e mirë ashtu do shkojmë? Po ky? Pse mbeti këtu? Hipi në kuaj, se jam. Nga do të vesh? Në shtëpi.
si që ka kthyer. Fitoi nga falja që doli për dënuarit politik. Politike rretën turqëve. Amnisti, të drejta demokratike, konstitucion, vërjet. Ku ka qenë kaq kohë? Në Amerikë, në Europë, një djallë me rësht. Ja 7-8 vjet ishim rehat. Tham se nuk do ta sillte kokën këtu. Kam lexuar në një gazetë se pas ka qenë kaçak. Me qetën e Çerçistopullit. Po t'jetë kështu, hekurat në sirtari ka Kajmekami. Kajmekami nuk i bën dot në asgjë. Edhe ati ju dogjen letrat në dorë. I pas ka falur qeveria të dënuarit politik, zoti Kajmekam? Kushtetuta e re e ngre vendin tonë në një radhë me shtetet më të përparuara. Ikën kohët e vjetra, grindjet, mosmarrveshjet. Tani të gjithë popujt gëzojnë të drejta të barabarta. Liri. Edhe shqiptarët? Do e mos. Shqiptarët, ne i kemi dashur edhe i duam veçanërisht. Edhe këqi. Do të bëjnë një pishman për të gjitha këto lëshime, zoti Kajmekam. Pa patur asnjë bazë ligjore u hapën tëra të shkolla, u botuan libra, u formuan gjithë farë shoqërishe e lidhjesh. Ece ju vërfretani. Qeveria e ka në dorë edhe Kulaçin, edhe Kërbaçin. S'na shpëtoj atëre. Syrgjini do t'ja sillte mendja në vend atij. Dyshoj. E di kur drejtohet Gungaçi? Dëgjoj këtu, qiri atëra. Ti je i huaj, nuk je shqiptar. Ngre prapanicën edhe shkon. Ne jemi këtu. Të pas ka ju frika dalende. Frikë vetëm nga ato ilaçe e tua kam. Mos u grinni. Me të pare, me të berë. E po, do të fillojme? Fillojmë. Kush e ka radhën? Unë. 3 spende dhe ka pende. Do t'ju lajmëroj vetë sa po të bie nerë se ka dalë nga fshati. Ne i shkojmë drejtën në shtëpi, ti veç na thuaj. Në fshat na shkasin këmbët. Una duhet bërë që mishit piqet, e hellit mos digjet. Jam mik me argjon. Edhe më tepër të më kishe sjell aq më shumë do të më kishe gëzuar në zemër. Po që do se kësa ere ka marrur duar bosh. As i libër nuk kam sjell. Po ebet I kishe plot ama. Janë me fishek. Aq më mirë. Sot na duan më tepër armë se sa libër. Thika na ka arritur deri në Kockë dhe shpresat s'kemi ku t'i vajmë, veç të vetja jonë. Kemi shumë kaçak te vetëm. Dhe vetëm 2 çepe. Të Çerçistopullit të Saliputës. Kushdo ne I kthejnë luftar tër këtë kaçaku, ajas. Për këtë kam ardhur. Ja që s'm ke ardhur duar bosh. Nga miq më vin lajme se Veriu po përgatitet për kryengritje. E vërtet, Kazani po zjen. Do të shtyjmë urdhë dhe kthej që flagat ndiset më mirë. Pas nesër bëhet mbledhje komiteti në Korçë. Ju presim. Dritë, bashkim, luftë për qëllim. Jashtë në duhet. Dhe natyrisht bukë për të ngrënë. Në qoftë që Lina na ka përgatitur diçka. Lina! Ja, erdha. Hajde grua shtrona sofrën se miqtë janë logë. Erdha. Ashtu. Hajde, urdhëro. Po vjen deri. Mbi të qelloni. E ka dhe kokën të madhe qellohet kollaj. Po, ky më duket si mësuesi. Ai është Petro Luarasi. Ka dhe gjëra me vlerë me vete, sahat, zinxhir. Mbi ata nuk qelloju. Pse? Kam ngrënë bukë në shtëpinë e tij. Më zë buka syt. Po ti? Jo. Se paguaj me kokë. Frikacak.
Toni to parat. Merri. Me të parë në rëzo. Më vrau qeni. Amani më shpëtoni. Mos më lini këtu, më shpini në fshat. Sa na jep? Të tëra veç më shpëtoni. Lidhi plagën në kupe, pa. Si ta këtë kam. Kush ju tha ta sillni këtu? Se i meni ju topi. Ka për të ngordhur, le të ngordhë që me sti. Nuk e kam shpita shpinë. Ne punën tonë e mbaruam, të pa që me imbe. Dhe ku e nuk jemi që të majmë sejmenin e zotris tënde bej. Hora! Puh! Arbutër! Dy fjalë kam me ty dënëm bej. Dhe po t'i them shqip, jo turqe. Po guxove të ngresh më dorë mi Petron, blidhe isha mi të zezë prankon. Po vjen doktori. Unisa sa po mora vesh lajmin. Ku e keni të mos mbosim kohë? Në haur. Plagë e rënd qifteje. E kanë qelluar nga afër. Të tilla proçka nuk dua. Ishte plak plumbi. Më thanë se u plagos në gjyeti. Po petroluara si ku plagos. I tregoj se i menit gjitha. Ti ishte se qëroja aq let, nuk e kisha lënë unë gjërë tani. Me lëshove mbi shpinë jo vetëm fshatin, por edhe komitët. Petro Luarasi është bërë tepër i rrezikshëm për ne Dalembe. Ose ai, ose ne. Ti isha në vendin tuaj, do ta zhduknja Sejmenin. Nuk duhet lënë asnjë gjurmë. Më duket se trokiti dera. Rrit, se shkoj unë e hap. Pse abiteni? Unë prisja të më dërgonit lajmë. Kush është? Pse se fton brenda? Ka ardhur doktori. Let vi, let vi. Miqtë, unë i vizitoj dhe pa më thirrur. Nuk u dhiqem vetëm nga parimet humanitare të mjekësisë, por në radhë parë nga konsiderata e lartë që kam për personin tuaj. Zhvishëni ju lutem. Lina, kemi ndonjë të sëmur në shtëpinë tonë? Më falni. Hersek flitet gjithandej se ju kam plagosur. Unë nuk di asgjë. Zoti Petro, ju po më fshini diçka dhe arsyen s'po mund ta gjej.
Përse e mbani gjaketën vetëm në ikra? Kështu e mbajnë anët tona kur kanë në vap. Se keni vënë re? Nuk jam etnograf. Jam mjek nëse me lejohet ju kujtoj detyrën. Po që se nuk keni besim tek zotësitë e mia, kjo është çështje tjetër pastaj. Nuk I mohoj zotësitë tuaja që kurse kryeni disa detyra. Keni plotësisht të drejtë ta fshini plagosjen. E gjetë arsyen. Kjo I rëzon për tokë të gjitha parimet e larta të shqiptarizmës që keni predikuar pa pushim. S'do të shronja të isha në gjendjen tuaj. Dhe kush u qëlloj? Turqit. Nuk ishin turq. Muslimanët, njësojisht. Ata që deri tani ju I keni quajtur vëllezër. Kurse ju jo vetëm se keni dashur ofertë mbujare të mbrojtjes të krishterëve, por e keni luftuar. Guxoj t'ju them me tërbim se I turk. Aksios turk. Dhe përfundimi, një plumb në prit. Shpërblim më paradoksal se ky nuk mund t'i gjendet. Juve mund t'i vini ofertave dhe veprave tuaja emrat e bukura të tingëllueshëm sa të doni. Por kjo nuk e ndryshon as pak thelbin e tyre të poshtër përçarëse tërësisht antishqiptar. Ju nuk na ofruat as mbrojtje, as përkraje, por një skllavëri të re. Kemi një besë, kemi një fe. Por jemi dy kombe, me gjuhë, kulturë dhe histori të ndryshme. Unë çuditem se si një intelektual I arsimuar me kulturë helene të kundërvihet në këtë mënyrë. Zoti Anulis nuk kam nderin të di se në cilin universitet jeni diplomuar. Por do të thosha se nuk do të kisha pikë respekti për te në qoftë se nuk ka arritur të mësoj tani në fillim të shekullit 20, se feja dhe kombi janë dy gjëra të ndryshme. Është për të qarë, por edhe për të qeshur kur sheh sot një intelektual të luftoj me flamurin e rrethskosur të krishterimit. Ortodoksit janë grek, muslimanët turq. Po shqiptarët ku janë? Shqiptarë s'ka. Dhe kur nuk arritet qëllimet tuaja me fita, intriga, propagandë, përdoret amvonët dhe krye klerikët, që ngjirën së lëshuar I mallkime kundër gjuhës. Dhe kur nuk arritet atje ku synuat, atëherë përdoret andartët, sopatat, hanxharët. Por nuk na poshtruat, jo. Na lartësuat. Tani kemi diçka që na nderon më shumë si popull. Dëshmorët e gjuhës. Dhe kemi të drejtë krenohemi. Unë nuk di asgjë. Asgjë. Që mbani brenda në atë çantë. Veglat e profesionit. Barna për të smurët. Ti shëron disa sëmundje, po përhap disa tjera më të rrezikshme. Nuk po ju kuptoj. Përse e keni fjalën? Se atë jeni të pushtuar nga ngërçi me galidhes, shumë gjëra s'keni për t'i kuptuar. Pavarësisht nga fjalë që këmbyen. Ju siguroj se konsiderata ime për ju mbetet e pandryshuar. Edhe imi po ashtu. Sa ju paguajnë për vizitën? Oh, jo. Ju lutem. Ju lutem. Nuk e le doktorin ta shikonte plagën? Plagët tona nuk ne I shrojnë dot të huajt. Sa frikë kam atë njeri. Se si ecën, se si shikon. Më duket si hija e vdekjes.
Nesër e kemi në Ersek. Postol, grabose. Ta të ndihmoj? Kur ishim të rinj, ti vërtet më ndihmoje. Sepse gjithmonë ka pëlqyer të ndaj grurin nga egjër. Se që ke gëzim sot. Kam 2, jo 1. Ty çdo gjë të kuftoj në fytyrë ashtu si fëmijëve. Po nuk kam faj, ma ata merresh. Lina, ke vënë re që edhe gëzimet e mëdha njeriu kërkon t'i ndaj me të tjerat. Pa ha? Në veri unë ndes flaka kër e ngritjes. E në përfshirë të gjithë Shqipërinë, dita e lirisë nuk ka për të mënuar. Çfarë do të jetë ajo? Atëherë do të bëjmë vërtet gosi të madhe. Ham dhe më ligë, vek që t'jemi të lirë. Kam këmish larë? Po, gati e ke. Do të vetën e rësek, më thëret kaj me kam. Po përse? Më shumë shjetë qotë. Këtë herë për mirë. Banorët e rësekës i kanë bërë lutje qymetit që të rihapet shkolla Shqipe. Dhe ata s'kan nga t'jam bajnë. Nuk më thua. Kam arsye për të gëzuar? Po të kisha krah sot, unë fluturoj. Petro, do shkosh ti tani? E nuk më zë vendi. Kur mbyllën shkollën, ata u trimëruan. Tani është rradha ime. Mos shko. Po përse? Mos shko sot, shkoj një tjetër. Nuk është një lloj si sot si nesër. Tash hanim kulaçin nga buka e re. Të bëni për shumë mot. Tani e tutje veç gëzime do të kemi. Gëzuash i uar të mbar. Misar dhe mbar paq. Si është toka? A qatë let? E ngrotë dhe butë si bukvale. E cbutën këto shirat që ranë. A ke në i zjarë, o tharë? Më duket se kam. Më prita ty të ndesim nga njëherë se na u qa unda. E harova Aurori në shtëpi. I kanë zituar se mund duko e bukur. Jo, se hej, se kam pirkuar. Po zjarin e mbakja, më? Zjarin a duhet. Të shija që parë duke hedhur farën dhe mendoja. Fara bie në tokë dhe humbë. Duket sikur do kalbet. Po ja pa kaluar shumë kohë, del skalloj i ri dhe ara bëhet si det me val. Sa punë e bukur. Po më fletë si kur s'di si i dhe farë. Nuk di. Di. Ajo farë që ke mbjellë zotrote e shqeshtë. Pa këtë punë e bën kushdo. Ma njeti mo? Të njej gjithë vëndi. Të njojmë mësus. Të njojmë e të duam. E po me që më nderove kaq shumë, e ke hakurorin me gjitheshk. Të paçi me jetë. Shëndet kesh. Edhe unë, diqë mbolla. Sa ka dalë sot, usta? 17. Pse pyet? Isha do t'i edhe sa ditë më duhet të marromën. Aha. Ka kohë. Ke edhe 2 javë plot. Po, sa shumë. Erdhi. Erdhi.
Kushtë zoti Petra? Më ka thirrur ka e me kam. Qilli vetëm erdhi nga fshati? Siç më she. Ruaj zoti Petra, ruaj. Ruajo ti e ruaju unë, si të ta bëjmë të Shqipërinë. Urdhroni, zoti Petra, urdhroni. Ju si vëgjej ka me kam e fëmijë. Aksirat e keni patur gjithmonë nga unë. Ashtu vërtet. Sa herë kam ardhur këtu i kam gjetur shkallët vetëm dhe i kam zbritur i shoqëruar. Po kësa herë ndryshon puna, kemi një ira verë. Shkollën shqipe do ta hapim, por qeveria nuk merr përsipër asnjë detyrim. A jeni të zot ta mbani e ta drejtoni vetë? Do të përpiqem. Uluni të bisedojmë. Gëzojmë që më së fundi ju shoh në dyqanin tim. Për të hapur një shkollë të re do të vija edhe në derë të hasmit. Besoj se mua më fusin der hasmërit tuaj. As dhe në miqtë e mi nuk kam mundur të fut. Mirë se ardhët. Urdhroni. Më dheni në sytë kur shikoj një shqiptar, një tregtar të kamur, kryetar të shkollave të huaja për krahin. E po, aqe teni. Edhe i madhi Zot nuk e bëri botën një ditë. Më gëzuat që këtë radhin e bërë dorëzëndës për shkollën shqipe. Mjaftë e kemi parë një tjetër e vandër. Zoti Sotyraj, ju keni një dhomë si për hanët, me uri nga jashtë thuajse bosh. A mund më lëshoni me qira? Për këtë punë e doni? Po. Sa kërkoni në muaj, në vita? As një grosh, o ale falas. Vërtet? Nësë besoni, o jap me senet. E kemi për detyrë të gjithë tani ta ndihmojmë vendin. Do ta festojmë këtë ditë. Radhën e kam unë. Më keni ardhur në dyqan. Thanas! Ndezur shmandalli? Ndezur. Vej gjetë dhe ndyshe dhe shkon në mbusha ujtë të totë. Selam. Zoti Petro, keni nevojë për ndonjë gjë tjetër? Sot që nga dita e çuditërave. Po, edhe çudirat në këtë botë ngjasin. Andiamo, zito. Lëre aty djalë. Zotit Petro do t'i shërbej vetë sot. Në vafë të mbarë. Mbarë e më mbarë dhe të nabej, zoti Petro. A i gëzuar. Gëzuar. Mos e kam bërë pak të idhur? Edhe farmak të ishte mua më duket e ëmbël. Mjartë. Të bëf të mirë. Thanas? Rosa. Laj filqana djallë? Ç'keni, zoti Petro? Nuk ndjeni mirë kështu? Ndoshta më ra rënd kafe. Të thrasim mjekun. Jo. Mirarsh. Miru pafsh.
Nuk u rrëzua. Keni nevojë për ndihmë. Hiq moni sysh. Vërit më ne. Po mbledh më një gjakun se do të duhet nipërve dhe mbesave për të shkruar gjuhën shqipe. Jepi kali dhe iku. Ku? Mori rrugën e fshatit ti. Ndigjeni pas para në sy. Kur da shini se do rrozohet, asini haber. Hajde. Po sigurt mos rrëzohet. Mos na ngjas ndonjë ata? S'ka që të në njësë më. Su gremis këtu do gremiset më tej. Më në fund të më poshtëm dhe Petronin i Luarasi. Shkanjar! Erdhën. Baroj. Gjatë gjithë rrugës shtërngohej e përpëlitej, por nuk u rrëzua. Në hyrje të fshatit unë gath krospull mbi kal, e nuk lëvizi më. Deri ku e ndoqët? Derisa arriti në fshat. Unë ngriti gjithë fshati më këmbë. Doktor, mos u shqetësoni. Askush përveç nesh nuk e di se si ka ngjarë. Goler! Goler! Ç'është këtu? Nga na ardhi kjo koler? Ç'është ky lajm, doktor? Petro Luarasi vdi ka kolerën. Ashtu? Po, ç'ma sa propozoni?
Ato që parashikon ligji. Në Luaras kanë në kolerë. Nxini shpallin. Qërdo. Ndalo ka vajtja për Luaras. Nuk e shikon, ka rënë kolerë. Por po të duam të sëmurim nga kolera, ç'do na bëjmë? Nisim. Theuni mrapsh, në Luaras nuk do vej asnjëri. Urdhë i qeverisë. Na ka vdekur një afër mor Zabi. Nuk mund të rrim pa vajtur. Lere, që lutesh kot. Ka rrugë ka dhe monapate. I bjem nga projnë, edhe ata le të mbajnë erën aty. Si vdiq kaq papritur këtë Veç thua ti. Dyshon të ketë dorë? Nuk dyshoj, jo, jam i sigurt. More djale, për ku nxitoni kështu? Vdiq Petro Luarasi. Majve, Petrus. Bëjme fort. A e vdiq si që vdesin burat. Haboni! Kush është krye plaku? Kemi urdhër të djegim kufamun me gëlqere. Përse habiteni? Kështu thot ligji. A është për të mirën tuaj? Bëni mirë të largoheni që në këtë çast. Dhe na lini t'i bëjmë derët që i përkasin mësuesit tonë. Për ju ish koler, për ne ish dhe mbetet lis që nuk rëzohet.
ndez gjokset e armët. Sa më shpejt ashtrim armikun për tokë, aq më afër e sillim lirin. Mos bari!